Përshëndetje, ja ku jemi përsëri me një krem sallate me salcë kosi, majonezë dhe tranguj turshi. Është shumë i shijshëm. Fillojmë ta përgatisim. Vendosim salcën e kosit, majonezën, tranguj turshi, majdanozin. Do vendosim dhe pak lëng limoni për t'i dhënë një shije shumë të mirë. E mbyllim dhe e punojmë me blenderin. Ja ku e kemi, e përfituam edhe këtë lloj kremi. Ky është një krem sallate shumë i mirë, cila përdoret në disa lloj sallata të ndryshme. Mund ta përgatisim me sallatë me patate të zjera, pak qep të njoma, mund ta përgatisim me sallatë pule të zjerë, ku mund ta shoqëroni me pak misë dhe kastravec të freskët. Gjithashtu mund ta përdorni edhe me vezë të zjera, me qep të njoma dhe pak kopër. Ja ku e kemi gati dhe ju bëft të mirë, gëzuar festat e fundvitit.